përgëzojmë bashkinë e kena kanë gjithmonë përshtet ai bashkisë për lirimin e hapësinave publike. Sot prej 7 ditë faktikisht në ka ardhur një kërkesë për lirimin e hapësinës publike, një kërkesë e cila është e jashtëligjshme që ka bërë Bashkia e Shkodrës ndaj nesh, sepse në pjesën ku jena ku është qana jone e komendjes, nuk ka hapësinë publike, por është pronë private, me anë të letrave të hipotekës, ne kena çdo dokument ku ja referuam edhe para se me fillu prishja, referuam me anën pa refuzuar gjë, krejt me anë teknike, duke shpjeguar që kjo është pronë private me letra të hipotekës, ku nuk ka pas kur trotuar në zonën ku flasim, sepse çdo shkodran që jeton në qendër qytetit ose edhe jo, e din që do ka një mur ekzistues edhe ne kena me prova që muri ekzistues ka kanë dallohet. Pra, fillu me diskutimin me ta, i kërkova edhe urdhën e punës, por ishte prapë pa të ligjshëm sepse nuk kishin urdhën e punës. Pra sa kanë ardhur vetëm këto për urdhën të Benetit edhe mirë, si unë tham shpesh, sepse unë e di si funksionon Bashkia e Shkodrës. Kjo është krejt një sumë personal, pra ne përgëzojmë për lirimin e hapësinave publike në qytet, por në momentin që qendra jonë e komendje, që kena një biznes, që kena të ardhur veç të biznesit, e kena një hapësinë private, kjo është komplet një sulm direkt që na ban kryetari i bashkisë bashkë me sekretarin e tij personale Ermira Mustafaraj, sepse ne dinë si funksionon, qysh momentin e parë që i kam dalë kundër për gabimeve të tyre, ata kanë filluar me këto probleme, duke më bë barrierë, duke dashur me sabotu me shkolla e çdo gjë tjetër, që ata kanë më bë publike çdo herë. Por sot jena në një pjesë kur ata kanë shkel ligjin. Nuk mundem të thënë punëtorë se punëtorë janë urdhënuar, kanë ardhur si mish për top këto, për fat të mirë sa dhe të Benetit. Po to kanë jashtëligjshme një sepse kjo pronë private me letra, me dokumenta të hipotekës, por kanë ardhur pa urdhën e punës. Pra çdo referim se ne kena çuar një letër me protokoll. Bashkia e Shkodrës, që në momentin e parë para 7 ditëve që ka ardhur kërkesa për lirimin e hapësinës, ne kena bërë me dije, me dokumenta, me foto të vjetra nga anë të Google-it, pra me foto të vjetra, ka zonë se kjo zonë nuk ka pas as trotuar, as nuk ka kanë në zonë publike. Kështu që është krejt e jashtëligjshme, ka 3 deri në 4 pika që janë jashtëligjshme. Kështu që unë mendoj që do na bëj pa dinë gjykat direkt kryetarit bashkisë. Tu punëtorët i lukshin durt edhe të bëjnë punën e tyre edhe ne këta punëtorë mbështesim çdo vit, jo vetëm sikur ka kanë kryetar bashkisë, por i kemi mbështetur çdo vit prej vitesh, pra sepse janë të lodhën dhe janë tamam punëtorë personale që ka Shkodra. Por ne do na bëjmë një padinë ndaj kryetarit bashkisë për këtë kundravajtje që ai ka ardhur me basat.